Ministria e Punëve të Brendshme informon se gjatë regjistrimit të automjetit, në stacionet e kontrollit teknik ose në shërbimet administrative, pronari do të duhet të lërë numrin e telefonit celular dhe adresën elektronike e-mail. Më pas në të dy këto kanale, do të marrë një mesazh me kod verifikimi me të cilin konfirmohet se të dhënat e vendosura i përkasin vërtet atij. Ndryshimi po futet për shkak të sistemit qyteti i sigurt, përmes të cilit gjobat për shkeljet e trafikut do të vazhdojnë të dërgohen përmes SMS-it dhe e-mailit. Qëllimi është që gjobat të arrijnë në adresën e saktë dhe te pronari duhur, pa gabime edhe në numra telefoni apo adresa elektronike. Me këtë procedurë të re, regjistrimi i automjetit merr një hap shtesë digital. Ai nuk e ndryshon thelbin e regjistrimit, por vendos një verifikim të dhënave të kontaktit që do të përdoren për njoftimet elektronike mbi shkeljet. Kjo procedurë e re vjen në periudhën kur institucionet po përgatisin funksionimin më të gjerë të qytetit i sigurt, një sistem që synon të forcojë kontrollin e trafikut përmes kamerave dhe përpunimit automatik të shkeljeve. Për shoferët, kjo do të thotë se gjatë regjistrimit të radhës duhet të sigurohet që numri i telefonit dhe e-mailit që kanë lënë janë të sakta, aktive dhe personale.